përpara se ta bëjmë diçka të tillë, duke respektuar në maksimum edhe audiencën e publikut dhe sloganin që ne kemi si televizion informativ, do të përcjellim një ngjarje kur pas herë kanë hyrje të tilla. Këto janë pamjet e një atentati që ka tronditur qytetin e Elbasanit pak minuta më parë, ku sipas informacioneve paraprakësh është vrarë me armëzjarri biznesmeni Mondi Mohalla. Sipas burimeve, biznesmeni është ekzekutuar në biznesin e tij në Unazën jugore të Elbasanit. Policia rrethon zonën dhe ka ngritur pika kontrolli në të gjitha akset rrugore në përpjekje për të kapur autorin apo autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Detajet patjetër që do t'i keni edhe në edicionet e ardhshme informative, ndërkohë së fundi vjen dhe njoftim zyrtar nga ana e policisë Elbasanit. Rreth orës 20:30 citohet është marrë njoftim në lagjen Emin Matraxhiu. Brenda një automjet parkuar është gjetur i vrarë me armëzjarri shtetasi MM alias EH 43 vjeç. Në vend ngjarje shkuan menjëherë shërbimet e policisë dhe janë ngritur pika kontrolli në daljet e qytetit dhe vijojnë kontrollet në zonë dhe në ambiente të ndryshme për kapjen e autorit apo autorëve. Sa kaq është ngritur dhe një grup i posaçëm hetimor, i cili në drejtimin e prokurorisë po punon intensivisht për sqarimin e rrethanave, dokumentimin ligjor, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të kësaj ngjarje të rëndë. Ndërkohë, këto janë edhe pamjet pak momente pas atentatit dhe kësaj ngjarje të rëndë.